Armend Zemaj ka sulmuar një qytetar nga diaspora. Është një akt i papranueshëm. Çfarëdo që i ka thënë qytetarin nuk arsyeton këtë dhunë. Krejt ngjarja ka ndodhur në qytet para kamerave, pa me të cilat i ka blicia sret gashit. E lexova reagimin e Zemajt. Ishte një reagim korrekt, e pranoi gabimin, shpreh keqardhje dhe kërkoi falje publikisht. Distancimi nga dhuna është absolutisht reagim me vend. Zemaj ka kuptuar gabimin duke treguar që është mësim që herave të tjera me qenë më i përmbajtshëm ndaj provokimeve. Tash çështja zgjidhet në gjykatë. Me thënë drejtën, u befasova personalisht me këtë akt të Zemajt. Sidoqoftë, çka u befasova edhe më shumë ishte reagimi disa analistëve, të cilët çuditërisht e arsyetonin dhunën e ushtruar nga Zemaj. Veç imagjinojeni, vet Armend Zemaj e pranoi gabimin, kërkoi falje ndërsa disa analistë po ngulin kom duke arsyetuar Armendin. Ma shumë të e dashur Armendin këta analistë sa vet Armendi vetën. Qr. Sidoqoftë, kushdo që arsyeton këtë dhunë, nuk mundet me ligjëru çdo natë për demokraci e fjalë të lirë në televizion. S'mundesh me arsyetu dhunën e Zemajt e me dënu dhunën e dikujt tjetër. Mundesh, ama del çesharak që janë dalë sot disa analistë.